Ka pas raste kur kemi pas njerëz të pandërgjegjshëm dhe vinin unë e di ku është kjo varrez, po i du kaq para. Në që ishte koha pas luftës. Thjesht ajo që ka këmvrejt, do thot, me vonesë, sepse çdo sen përvojën jetës mësohet, që në Kosovë kanë zbarku shumë ekipe. Oje që të ndryshme, kanë marrë deklarata, kanë shfrytzu, nuk e dim do thot edhe kush kanë qenë, çka kanë qenë. Pse thënë këtë, sepse ka ndodhur, sa isha drejtor, do thot, në vitin 2019 të vjen një familjar, thot, çka u bë me rastin ton, thot, kemi dhënë me nërë mas luftës deklarate, kemi tregu ku dyshojnë, po ju si një marrë me këtë punë. Në Institutin e Mjekësisë Ligjore ekziston arkiva për secilin rast e ashtë të quajtura ante-mortem, para vdekjes, historiati për secilin rast që është ende i hapur, dhe në momenti kur identifikohet, ajo i bashkangjitet me gjetje që më bëhet, do të thotë gjatë procedurave të identifikimit, kjo thirret post-mortem apo pas vdekjes. Kjo është një lëndë e cila pastaj kompletohet dhe njëjta i dorëzohet, do thotë prokurisë për më tutje, do thotë çështjen, se na kemi pasur çështjen e identifikimit. Por ishim si bazë, do thotë për këtë çështje, dhe kur e shikojmë më hollësisht, do thotë rastin, i thras përsëri në takim. E pyet se kujt i keni dhënë intervistë. S'di thënë kohën do të huj. Do thotë nuk dihet kujt e kanë dhënë. Shumë ka pas organizata, shumë oje që kanë marrë fonde të ndryshme, kanë zbarkuar, kanë bërë 2-3 intervista ose 2-3 gjerime, edhe kanë vazhduar, do thotë punën e tyre.